ata po synojnë me korruptu inteligjencën artificiale. Për shkak se duke i ofruar shumë më shumë informacione të rreth inteligjencës artificiale, nesër mas nesër inteligjenca artificiale neve kam na dhënë narrativën ruse ku na e kërkojmë për Kosovën. Krahasim me zgjedhjet që janë marrë në shkurt, tash ka rritje të volumit të artikujve. Ka rritje dhe ne kemi hyrë dhe kemi studiuar pse është ndodhur kjo. Dhe është diçka që është duke ndryshuar në botën e internetit. Për shembull, ka studime që thonë që shumë prej njerëzve e kanë lënë Google-in si makinë e kërkimit, pra nuk hinë në Google me kërku diçka për Kosovën, informacion. Mirë po shkojnë për ChatGPT, Gemini, ose aplikacione tjera të inteligjencës artificiale, cilët ata i kërkojnë për shembull informacionet për Kosovën në ChatGPT. Dhe studimet po thonë që synimi i Rusisë ka kalu, kjo ndryshim ka bërë që dhe strategjia e Rusisë me ndryshu. Prej publikimit të informacionit të rreth Kosovës, tash ata kanë filluar mi publiku 6. Nashti nesër kanë me fillu mi publiku 12, sepse ata po synojnë me korruptu inteligjencën artificiale. Për shkak se duke i ofruar shumë më shumë informacione të rreth inteligjencës artificiale, nesër mas nesër inteligjenca artificiale neve kam na dhënë narrativën ruse ku na e kërkojmë për Kosovën. Dhe kjo nuk është që unë jem të e thonë kështu për qielli, jem bu studime. Jenë testu disa chatbote në Francë dhe ata e kanë po që në 8 raste, 8 prej 10-ve, chatboti i ka dhonë narrativën ruse për shkak se është korruptu prej qisajna prodhime të informacion për janës e Rusisë. Për narrativën lidhur me Francën, jo lidhur me Kosovën. Po, ajo që kemi bo na është që kemi po, që kjo po ndodhë në Kosovë, po pse po ndodhë në Kosovë? Dhe kemi lezu studime. Jem bo studime prej Stratkomi që është i BE-s, jem bo prej Francës, jem bo prej Britanisë, dhe këto studime pastaj kemi po dhe rezultatet tregojnë këto që Rusia është duke tentu me e korruptu inteligjencën artificiale. A kushton shumë që ky korruptim i maqinës së inteligjencës artificiale, sepse diçka po mdoket e pabesueshme që në krahasim me mediat në Francë, kundrejt mediat ruse që shkruajnë për Francën, nuk mund është kur me mujt numrin e gazetarëve francez kundrejt numrin e gazetarëve rus, po e thjeshtësoj kështu. Me fjalë tjera, a duhet shumë me harxhu? A varet pse harxhon pare? Duhet, fakti që Pravda ekziston në 83 gjuhë botës, kjo nënkupton që ata investojnë. Kanë njerëz në këto. Pravda ekziston në Shqip. Edhe në Shqip është. Edhe çto kështu e thonë, artikujt për Kosovën nuk publikohen vetëm në rusisht. Publikohen edhe në anglisht, edhe në frangjisht, edhe në këtë gjuhë të tjera të botës. Dhe me gjas inteligjenca artificiale pastaj merr varësisht prej cilën gjuhë e ka bazë, më në qatë informacion me thith shumë ma letë se sa një informacion që e publikojnë në kallëzë. Na e shohim edhe prej punës që na e bojmë me inteligjencën artificiale. Për shembull, në varësitë e kërkesës, kur ja kërkon burimin, shpeshherë të referon të disa portale që nuk janë kredibile në Kosovë. Po për shkak se e kanë përkthy kontentin e vet në gjuhë të tjera, ai merret si primar për inteligjencën artificiale si burim.